Drama jashtë kamerave përplase në korridoret e Topit Neda dhe opinionisti i njohur. Ja çfarë ndodh? Se Big Brother po aq brenda po zhvillohet edhe jashtë këto ditë, kjo gjë dihet. Edhe kur themi jashtë kemi fjalën edhe për drama që ndodhin larg kamerave, po shumë afër zhurmës së formatit. Teksa formati po shkron drejt finales, tensioni po vrehet dhe jo me disbanorëve për ditën e sotme një situatë me dramë shënuar në korridoret e Top Channelit. Kush është protagonistja? Opinionistja Neda Balloku. E kur përmendet Neda në këtë Big Brother, patjetër zinxhiri shkon edhe te dikush tjetër. Banorja Rozana Radi është zbuluar nga dëshmitar okular se sot ka pasur një diskutim të fortë në korridor mes saj dhe opinionistit Elton Tozaj. Duket se qëndrimi i tij se Neda është e njallshme kundrejt Rozanës, ma shkak edhe nga bigu i saj para shumë vitesh, ka bërë që analizat e Eltonit të mos i pëlqejnë as pak Nedës. Edhe për ta thënë troç, ka pasur një debat ku nuk kanë munguar as tonët e larta, por edhe ofendimet. Neda si duket nuk e ka ndërmend ta lërë me aq, ajo e ka kërcënuar me një paditë gjyqësore opinionistin për deklaratat e tij, ndoshta për të dëshmuar edhe një herë se situatat me Rozanën nuk i ka përdorur aq lehtë asnjëherë. Korridoret e Topit po gumzhin, e ndërkohë kujtojmë se nuk është vetëm Eltoni i cili ka kritika të mëdha për këtë vit për Nedën si opinioniste. Jo vetëm publiku i gjerë, por edhe Jul Deda, me të cilin gjithashtu Neda shpar të debatojë në korridoret e Top Channelit, pasi edhe ai është pjesë e fiks fare. Juli edhe i vet ka dhënë kritikat për Nedën, duke thënë se i ka kthyer gjëra personale në Big Brother dhe nuk mund të mendosh vetëm negativisht për një banor, aq më tepër kur ajo banorja referuar Rozanës është një ndër pretendentët për të fituar bigun, teksa Neda është parë edhe duke debatuar me të brapa skenave.